A do të bëj gjesti një Big Brother të tretë? Vendimi i gjykatës së Prishtinës për ta lënë atë në paraburgim me 30 ditë sigurisht që është një vendim që ka nxitur reagime dhe diskutime të shumta në rrjet. Pra kemi të bëjmë me një artist i cili formën e tij të reagimit, revoltën e tij për të mos qenë i kufizuar në artin e tij, për të mos qenë i kufizuar në punën e tij, pa e mësuar ende variantin dhe ende shqetësimet dhe ende çfarë gjesti ka përjetuar, çfarë ka marrë, çfarë është ky raport që çoi deri në këtë tension ku edhe gjesti u kap me armë në zyrat e Onimës. Për mua duhet të presim të dëgjojmë zërin më kryesor në këtë situatë dhe të mos kthehet në një Big Brother që realisht për mua në sytë e mi është kthyer në i neveritshëm. Po shikojmë televizione kudo që po flasin dhe po komentojnë ende për këtë situatë dhe po japin mendimet e tyre dhe pseudo persona që nga hiçi dalin dhe japin komente. Ajo çfarë më shqetëson është që kthehet në një lloj telodrame dhe nuk analizohet dhe nuk merret parasysh të drejtat e artistëve, kjo gjë që është shqetësuese për ta, për karrierën e tyre, për punën e tyre dhe për të ardhurat e tyre. Sigurisht jemi të parimit dhe respektojmë kontratat që nënshkruhen, por edhe kontratat mund të zhbëhen. Prandaj thash, ne nuk i kemi dëgjuar gjestin, kemi dëgjuar vetëm palën tjetër që ka dhënë disa qëndrime dhe nuk i kemi kuptuar këtë artistin i cili e ka fituar simpatinë e publikut dhe nuk i ka ikur akoma. Kjo është e shikueshme dhe e vërtetueshme nga mëngjesi deri më tani. Çdo emision si në Shqipëri dhe në Kosovë, temë kryesore ka pasur gjesti dhe arrestimin e tij dhe lënien në burg me vendimin e gjykatës. Pra, në vend që të ngrihet një panel, në vend që të diskutohet dhe të jipen zgjidhje, por mua e kanë kthyer në një lloj telodrame. Pastaj më irriton fakti që përdori dhe foto me inteligjencë artificiale, gjesti pas prangave, gjesti aty, gjesti këtu, pastaj tituj shumë provokues, shumë të panevojshëm, gjesti do të shkojë në qeli, çfarë do të bëj atje, me siguri do të kthehet edhe në një lloj teatri të shumtuar, gjë që do ta dëmtoj për mua të gjithë procesin që duhet të shkojë në rrugën e duhur për të marrë një herë mirë fund të gjithë këto probleme që kanë artistët me këto kompanit që marrin të drejtat e tyre për menaxhimin në rrjetet sociale, në YouTube, me karrierën e tyre, por edhe me krijimet e tyre. Pra, në vend që ne të kuptojmë dhe të mirë kuptojmë një artist, çfarë po bëhet, po kthehet në një Big Brother. Me siguri këto ditë do të shikojmë dhe artistë të cilët e kanë mbështetur realisht gjestin në rrjetet sociale, e kanë treguar që janë me të dhe kërkojnë një lirim edhe një mbështetje për artistin, që sigurisht askush nuk bie dakord që zgjidhja e problemeve bëhet me mjete kërcënuese, me armë, por duhet të dëgjuar palët. Prandaj them që e gjithë kjo situatë për mua po më kthen në një lloj Big Brotheri të tretë që pa bën ky personazh që ka fituar simpatinë e publikut dhe që është ushqim për të gjitha mediat, për gjitha portalet, rrjetet sociale, për emisionet, kudo tani më do të jetë një temë kryesore kjo dhe do ta kthejnë në një Big Brother të tretë, duke dhënë informacione se si është jetesa e gjestit në paraburgim, çfarë po bën gjesti, çfarë po bën pala, avokati, lajme dolën që edhe babai i gjestit nuk u lejua që të shkonte në sallën e gjyqit aty ku prokuroria çoi akuzat e më pas gjykata mori vendimin, pash që edhe menaxheri i tij Bonarti ishte në ambientet e jashtme së bashku me babain. Kjo do të thotë që ata janë krah gjestit në këtë situatë të vështirë ku artisti po kalon. Është një situatë që vjen nga një kohë izolimi, vjen nga një tragjedi, por vjen edhe nga një mbërthyrje dhe një izolimi të një artisti që publiku e do në skenë, të një artisti që vetëm 2 këngë ka publikuar që pas daljes së tij prej afro një viti nga Big Brother i Shqipërisë, aty ku u shpall e fituese. Të kesh të gjithë këtë mbështetje, të kesh të gjithë këtë suport, padyshim që është një thik që ty të dhëm, ty të prek edhe ty të rëzon të gjitha të planet e tua, energjinë tënde dhe që të shkosh tek audienca që të ka mbështetur dhe ende të mbështet. Do doja më shumë të ta jepja si një lloj mesazhi se sa të tregoja se çfarë ka ndodhur me gjestin apo se çfarë do të ndodhë. Për mua është e rëndësishme që ne të jemi njerëz në këtë situatë, të jemi
të kuptueshëm dhe të mos e kthejmë në një lloj telodrame thjesht për të përfituar dhe thjesht për të përfituar ende nga gjesti, përfituan dhe kur ishte tragjedia që e kthye në funeralin e aparateve, tani më po e kthej në burgun. Big Brother për mua duhet të ketë një etik, duhet të ketë një empati njerëzore dhe duhet të ketë një tjetër qasje dhe një tjetër diskutim se sa këto narrativat e panevojshme në për emisione, ku secili flet një mendim, flet një opinion, sigurisht të gjitha të mësuara dhe të lexuara nga portale, se askush nuk ka qenë i pranishëm në vendngjarje, askush nuk është i detajuar në atë çfarë është problemi real midis Onimës dhe Gjesit si artist, por është kthyer në një gojë miletit e gjithë kjo situatë që për mua tregon edhe një herë tjetër se sa të ulët mund të jenë shumica atyre që duan të përfitojnë nga ky moment thjesht për të treguar dhe thjesht për ta folur si ngjarje dhe jo për të dhënë kontribute për ta çuar këtë ngjarje drejt një zgjidhje edhe për artistët e tjerë, se ky ngërç nuk do të mbes fatkeqësisht vetëm tek Gjesti, po do të shkojë edhe tek personazhet e tjerë dhe të mos u bër sërish gjesta të tjerë që të shkojnë në të tilla veprime. Duhet që edhe të qartësohet edhe të dakordsohet me ligj, të ndryshohet, të kuptohet se deri diku ka artisti të drejtë dhe deri diku kanë dhe kompanitë që sigurisht këtë punë e bëjnë sipas ligjit me kontrata dhe ata kanë të drejtat e tyre për të përfituar dhe për të qenë, le të themi, ball hapur dhe për të treguar letrat. Po për mua artisti është i lirë, artisti është një shpirt i lirë, edhe pse ka një ekip që e menaxhon, ka një ekip që udhëheq, ka një ekip që kujdeset për karrierën e tij, për projektet, për gjithçka që ne shikojmë në ekranin e madh, por sidoqoftë një artist nuk mund të mbetet kur prapa hekurave, kur i izoluar dhe kur peng i një kontrate, pasi në të kundërtën ku mbeti arti, ku mbeti krimtaria dhe ku mbeti artisti. Për mua, Gjesti vendin e ka në skenë, nuk e ka prapa hekurave, aty ku duhet të shkojnë ata që realisht i bëjnë dëm shtetit dhe njëri tjetrit dhe jo një artist i revoltuar nuk e pranoj dhe e theksoj edhe një herë tjetër që problemet të zgjidhen me armë. Por, sidoqoftë duhet kuptuar dhe duhet dëgjuar pse ky i ri, siç e kam përmendur, nuk e ka shfaqur kurrë dhe nuk e ka ushqyer dhunën si mjet të reagimit e tij, por se edhe kur është dhunuar në Big Brother, ai ka treguar që është falës, i jep mundësitë e dyta në kuadër të lojës, siç ka bërë aso kohë, që të arrijë në këto situata, siç thotë edhe një fjalë e bukur e popullit, nuk mban më ujë pilafi. E duhet kuptuar edhe nuk duhet bërë një show se nuk është më e nevojshme që Gjesti të bëjë një Big Brother në burg, por duhet ta bëjë në skenë, me këngë, me projekte dhe pranë audiencës së madhe që e do, e mbështet dhe do të jetë me të në çdo hap, qoftë në të mirë, qoftë në të keq, duke suportuar dhe duke i qëndruar pranë në këto çaste që ai ka nevojë për mbështetjen e njerëzve që e duan realisht dhe jo të atyre që e shikojnë thjesht si një trampolin për të fituar disa klikime.